Strukturat e policisë së shtetit kanë vijuar edhe gjatë muajit prill prezencën 24 orë në terren duke ushtruar kontrolle të pandërprera dhe duke zhvilluar një punë intensive hetimore me synim parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale, si dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Si rezultat i kësaj veprimtarie janë finalizuar 90 operacione policore, ndër të cilat 13 kanë patur në fokus lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Gjatë këtij muaji janë arrestuar 571 shtetas të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Policia ka zbardhur 14 ngjarje kriminale, ndërkohë që në 17 raste janë parandaluar ngjarje të mundshme kriminale. Në kuadër të goditjes së armbajtjes pale janë sekuestruar 33 armë zjarri, 5 armë gjau dhe sportive, si dhe një sër mjetesh të tjera të rrezikshme, përfshirë silenciator, granata, municion luftarak dhe lëndë eksplozive. Në luftën kundër narkotikëve janë sekuestruar rreth 10 kg kanabis, mbi 2000 fara, 1.5 kg kokainë dhe tableta MDMA, ndërsa janë zgjesuar dhe një numër i konsiderueshëm fidanësh narkotik. Strukturat për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare kanë goditur 15 raste që përfshin mashtrime kompjuterike në call center, kontraband madrash, falsifikim të dokumenteve dhe veprimtari informale. Gjithashtu janë finalizuar 13 operacione për zbardhjen e vjedhjeve dhe 12 kundër shfrytëzimit për prostitucion, 2 të tjera për transportim të emigrantëve që synojnë kalim ilegal drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Gjatë muajit prill janë evidentuar edhe 23 ambiente ku ushtroheshin lojra fati në kundërshtim me ligjin. Janë goditur 156 raste të ndërtimeve pa leje, 3 të ndotjes së ajrit. Policia rrugore gjithashtu ka arrestuar 304 drejtues mjetësh, nga të cilët 170 për drejtim në gjendje të dehur, 134 pa leje drejtimi, si dhe janë vendosur afro 94.000 masa administrative. Policia kufitare nga ana tjetër ka evidentuar dhe goditur 40 raste të kalimit apo tentativës për kalim të paligjshëm të kufive, 5 raste të përdorimit të dokumenteve false, 13 të trafiqeve të paligjshme dhe 5 raste të mosdeklarimit të hollave në kufi. Strukturat e policisë së shtetit bëjnë me dije se kontrollet dhe hetimet do të vijojnë në bashkëpunim të ngushtë me agjencitë ligjzbatuese dhe partnerët ndërkombëtar, me fokus të veçantë në parandalimin dhe goditjen e kultivimit të kanabisit, krimit në përgjithësi dhe atij të organizuar në veçantë, si dhe në kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.